Shqiptarët vijojnë të tronditin Italinë kur vjen puna te krimet në familje. Një 49 vjeçare shqiptaro-maqedonase është rrahur për vdekje nga bashkëshorti i saj. Sipas mediave italiane, Sadie Muslia nga Maqedonia e Veriut u gjet pa jetë në banesën e saj, në një fshat të vogël të Monte Roberto në provincën e Anconës. Ajo u gjet me shenja të shumta dhune teksa në kërkim është shpallur burri i saj Nazif Muslia, 50 vjeç. Oficerët e gjetën atë të pajet në shtrat me shenja rrajesh dhe lëndime të dukshme në kokë. Punëdhënësi i saj kishte njoftuar policinë kur ajo nuk ishte mbritur. Çifti ishte në proces divorci, teksa sipas mediave italiane, ai ishte rikthyer të jetonte me të pavarësisht ndarjes. Ai rezulton me precedent të mëparshëm, pasi ka pasur disa herë denoncime nga 49 vjeçaria për dhunë fizike nga bashkëshorti. Në prill ai rezulton të jetë arrestuar për dhunë. Ai shkatroi derën e dhomës së gjumit me një sapat, pasi Muslia ishte strehuar në shtëpinë e një fqinji dhe ai dyshonte për tradhti. Viktima raportoi se ishte abuzuar fizikisht nga bashkëshorti i saj për 2 vjet. Korrikun e kaluar, burri arriti një marrëveshje pranimi i fajësie dhe çifti më pas u ribashkua. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.